Mira protestues janë mbledhur në sheshin Skënderbeu në Shkup në kërkim të drejtësisë për ish-krerët e UÇK që po gjykohen në Hagë. Çlirimtarët duhet të nderohen, jo të gjykohen, është shkruar në pankartën e madhe të vendosur në shesh. Në protestë të pranishëm ishin edhe akter politik si Ali Ahmeti nga BDI, Vlora Qitaku, Ganimete Musliu nga PDK-ja, Daud Haradinaj nga AK e Fatmir Limaj i Nismës. Qytetarë nga troje të ndryshme shqiptare me flamuj kuqezi e këngë patriotike qëndrua në sheshin Skënderbeu për protestën ku kërkua drejtësi për ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës që po mbahen në Hagë. Sipas tyre, 4 janë në Hagë po gjykohen padrejtësisht dhe u protestua për drejtësi duke shpresuar që të lirohen sa më shpejt. Dashur bashkëlufttar e bashkëveprimtar, shumë të dashura familje dëshmorë, shumë të respektuar e të respektuara invalide të luftës. Jemi mbledhur sot në sheshin Skënderbeu, në sheshin e këtij burri që u bë ditë